Pse më na kallëzu sonte për publikun, pse nuk flet me doktor Shefqet Krasniqi? Na fola ju. Vallaj, me të vërtetën kom çka më tregu për të rastin qape, po tregoj edhe rastin kur orë një stok për me qelë një benaf banone, ai pronori I stokut është haxhi, ajo është haxhi më tepër se haxhia. Anena e ka qelë lokalin pa alkohol. E mosafir merre me një banone me 2 kotëshe 3 sa shumë si material pa alkohol, një lokal kaq madh, ai vullneti tina por Shefqetin e ka pas mosafir special. Tash na hoq kur dule me prit ato, unë në rresht unë pa ku largova than pse thash, unë di thash që unë jam hoxha I parë në Kosovë që kom shku në det. Ju shku në det, që atëherë më shku hoxha në det të konë kiamet. Thash e ky një herë kom një që ka thonë ato femna, ato gratë që shkojnë det, jënë s'pe dërdori fjallën kur ose prostituta, thash edhe e ka te I kalu kufinin njerëzor. Edhe si ke full? Si ke full, si ke full. Pa I tash njëse mund të më thonë që s'ka herë, po në qashtu është, e ka full. S'ka pas nevoja me hi atje, gratë shqiptare sa gruja shka në det, e mi qu me jep pasi epitete, është e pa nevojshme. Unë di që ajo është figurë e përgadit në doktor për çështje fetare sen, po edhe pse është me aq renome, me bagazh të madh dijes për çështje fes, duhet me rujt pak në publikën, në popull është problem, duhet me pas kasavet që ka po fol, sepse mund është pa nevoj me një odë ku tjerë I nderuar moderator, një odë ku tjem duhet me rujt pak aty se çfarë teme po merr. Se mund është se dikon aty për me merkoj tjetër. Po merkojnë tjetër ose e nënçmon, e I dhon, diçka pa lakmushëm mund është duhet me rujt tema që Po për ta dy tjerë që po e quajnë veten hoxhallor, Zekiria Idrizi edhe Tim Shkupi, a ke dëgjuar për ta? Po, në kom po ata edhe Zekiria kom dëgju që I ka ra pishman për një farë punë. E Tim Shkupi, ajnë mundet me më thonë gjithçka, s'kom që të thonë, po unë jam qaj që jëm re për flamur. Ti e din, 2 herë jëm re për flamur. Jo rastësisht quajnë edhe hoq pajtimi. Hoq pajtimi, hoq flamuri, hoq kufini, me malzi atje. Se edhe kufinin e ke livrit pak. Po, jo, në 5 vjetë kom pas ndalu me më shku në malzi, më kanë morë policia e krejtë ato. Edhe ajtë ashti për poran, për flamur me bajt, je re, je burgos. Aske dhe, edhe me thonë Kosarov për plik, je burgos. Me qitë plisin e bardh, rrallë kush e ka pos. I kanë re njëzit. Tash qitë ku, qitë I 5 flamura në kërë, e në gjyks, e plisat bardh qitë sa durë se nuk e kanë kuhen. Smunët, ajo është, nuk është patriotizm tash me... Po aje, ko një farë, të shka, dhe më thonë, thëtë feja shqiptare shqiptaria, pajtu është me ta jo. Po këto kom thonë në rrënë e para lufte. Feja shqiptare të shqiptaria kom pole, kom përdo edhe në për dasma edhe në për bajrome. Pse? Atëherë kom nevoj këtë fjali, këtë epitet me përdor edhe në për tubime. Pa morë parasysh edhe fetare edhe kokëmtare, sepse o duf me rujt unitetin na, me kalzu poci si na jem me jashtë shqiptarë. Nuk duhet me rëshit me shkun tjetër time, duhet na jemi shqiptarë, zguzomi për qa, në me zveti, jo ficet, jo ato, po jem në rëndë për shqiptarë, edhe për që ata e ka pas qëllimi që na më konë ma unik, ma dashur, ma të respektushëm, më konë fort në me zveti, jo më për qa. Po edhe fejen me majtë. Edhe fejen me majtë, sigurisht që se mas mundësive tua. Normalisht. Tho edhe ma herët ka qujtë hoqë pajtimi, pse I ke pajtu dhe ma unë dikon 500 familje ke marrë pjesë në pajtim gjasë? Po, unë para disa kohë kom thonë 400 ashtë edhe, pse the 500 nuk ka bëhe. Pse? Unë e kom edhe librin që I shenoj. Po, është interesant që libri para lufte mu ka djegë, në gjithë shpije atyre. Mas lufte kom shenue, pajtimet, mës të meret, se dikush I tani po më kritikon e po më full. Nuk kom veç vrasje. Vrasje, rrahje, therje, reje, qashtje prënsore, e sidomos edhe martesore.